Një valje papritur populariteti është shkaktuar nga analisti politik dhe akademiku shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Ylli Paçuku, i cili është bërë viral në TikTok. Media greke prototema shkruan se ai është antari më i ri i Organit Suprem të Bashkimit Demokratik për Integrim BDI, partisë më të madhe shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe ka marrë një rol aktiv në çështjet politike dhe ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit shqiptar. Ai mban gjithashtu pozicionin e zëvendës presidentit të Shoqatës Evropiane të Studentëve të Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Edhe pse deri tani ai njihej kryesisht për praninë e tij publike dhe aktivitetin shkencor, këtë herë interesi është drejtuar te pamja e tij, me shumë përdorues që e krahasojnë atë madje me një model. Komentet në rrjetet sociale kanë qenë të zjarrta me shumë gra që e përshkruajnë atë si ëndra e çdo vajze. Jashtëzakonisht simpatik, ndërsa nuk mungojnë as referencat për bukurinë e gjakut i lirë, me një ton krenarie. Në shumë postime ai paraqitet si një kombinim i pamjes dhe inteligjencës, një fakt që e ka bërë atë një nga figurat më të diskutuara në skenën politike të Maqedonisë së Veriut.